marrë parasysh veprimet e fundit të Euleksit, veprimet e tilla si kjo e shantazhit dhe tentimit për të ulur rejtingun politik të kryetarit të Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, si dhe tendencat për t'i pamundsuar idetë dhe alternativat politike që po i ofron ky subjekt politik në Kosovë, atëherë ne si degë Nismës në Prizren ndjehemi të shqetësuar, prandaj dhe reagojmë ashpër ndaj këtyre veprimeve, shkruan sot në komunikatën për media Nisma dega në Prizren. Konsiderojmë se në momentin kur u kuptua se ideja për krijimin e një fronti të përbashkët opozitar, ide kjo e lancuar pikërisht nga kryetari Limaj, i cili në kontinuitet po jep premisat e një dimensioni shpresëdhënës në politikën kosovare, atëherë Euleksi në koordinim me politikat që po dheqin vendin, morë iniciativën e shantazheve ndaj kryetarit Limaj, duke ngritur akuza tashmë të vjetrura, por që në mision i dështuar siç është ai Euleksit, po provon që përmes këtyre veprimeve mbylljen e vet ta bëjë gjoja si të suksesshme. Përmes këtij reagimi, ne si degë Nismës në Prizren duam t'ua bëjmë dije të gjithë atyre që inicojnë veprime shantazhi, qofshin misione apo individ caktuar, se zoti Fatmir Limaj dhe Nisma e tij përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të popullit dhe ka shtrirje politike në tërë vendin. Gjithashtu ka zë dhe në Parlamentin e Kosovës, institucion ky që i përfaqëson popullin dhe mbi të gjitha ai është vlerë kombëtare këtij vendi. Andaj konkludojmë se me veprimet të këtilla po shantazhohen dhe po fyen të gjithë ata që cekën më lart. Ne si degë Nismës në Prizren, në koordinim të plot me të gjitha degët tjera në kënd Kosovës, do të reagojmë çdoherë ndaj këtyre shantazheve që po i bën kryetarit Limaj. Kështu shkruan në reagimin e saj Nisma për Kosovën, dega në Prizren.